Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive, uroj të jeni mirë. Po bëjmë një mesazh për ju. Të dashur, se isha koncentruar në letër, shikoj malet. Kjo letër përfaqëson pengesa të dashur peshqi, vonesa, bllokime apo sfida të mëdha që kërkojnë durim dhe vendosmëri. Mund të ndjesh se diçka po të ndalon, se rruga është shumë e gjatë, ose barikadat, pengesat shumë e lartë. Por prania e malit gjithashtu tregon se nuk është e pamundur, thjesht kërkon më shumë përpjekje dhe durim. Kjo letër mund të na tregoj një sfidë që duket e frikshme ose e pamundur për të kopërcyer, mund të jetë emocionale, profesionale ose personale. Për momentin të dashur peshqi. Dikush ose diçka po ju bllokon. Përparimin mund të jetë një person autoritar, një sistem apo vetvetja. Ndjenja e lodhjes, ngadalësisë apo ndalimit, por jo sepse ti nuk je gati të dashur peshqi, por sepse rruga është pak e vështirë. Çfarë thot tjetër? Thot mos u dorëzo vetëm pse rruga është e pjerrët. Durimi, këmbgulja dhe përkushtimi janë çelësat për të kaluar malet më të larta. Ndoshta nuk është koha për të sulmosh malin me vrap, por të përgatitesh më mirë, të ngjitesh më ngadalë dhe të mos harrosh pse nisi udhtimi. Mbani mend të dashur peshqi që jo çdo pengesë është dënim. Ndonjëherë është ftesë për të zbuluar se sa të fortë jemi në të vërtetë. Mali nuk është aty për të ndaluar, është aty për të formuar, të dashur peshqi.